që nga e shtuna, të gjithë kanë të qartë se lidhja e sindikatave të Maqedonisë dhe LSDM veprojnë së bashku dhe se të dyja janë të pafuqishme dhe vetëm plotësojnë njëra tjetrën. Kështu tha në konferencën e sotme për shtyp deputeti i VMRO-s, Brane Petrushevski. Ai vlerëson se në protestën e djeshme të paralajmëruar prej kohësh nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë është të vërtetuar se kush qëndron pas protestës. Građani treba svedoci dekanat. Qytetarët dëshmuan se në të ashtu quajturën protestë sindikale kishte njerëz me simbole të LSDM-s. Mund t'i shihni simbole dhe materialin promovues të LSDM-s në fotot pas meje. Kjo është vetëm provë se sindikalistët nuk organizuan vetë, se sindikalistët u ndihmuan nga selia lokale e LSDM-s, dhe ata i ndihmuan ata në të gjithë organizimin e protestës së djeshme. Ata u ndihmuan nga njerëz të LSDM-s nga Kumanova, Tetova, Strumica dhe të ngjashme. A i thot se në këtë rast specifik, LSM dhe LSDM po abuzojnë me punëtorët dhe të drejtat e tyre vetëm për të dukur në skenën shoqërore. Petrushevski thot se VMRO-DPMNE vazhdimisht qëndron pas punëtorëve dhe të drejtave të tyre. Sipas tij, VMRO-DPMNE po bën gjithçka që mundet për të përmirësuar standardin e çdo qytetari, respekton të drejtën e punëtorëve për të protestuar dhe për të kërkuar të drejtat e tyre të punëtorëve, përfshir paga më të larta. Megjithatë, sipas tij, ajo që po ndodh nuk është një protestë nga punëtorët, por një lojë nga LSM dhe LSDM.